nëse i kam 100.000 ndjeksa ose 20 ose s'ka lidhje numri ndjeksa, ata ndjekën për tipin që unë jam, për fjali që unë përdori për vetveten tam. Unë nuk më kur del publik, djalë, kur del ti në publik, unë nuk du fëmija jeme të pa ty, edhe marrë mi thonë mu telefoni, se nuk ka telefoni, kjo është telefon. Se edukam fëmijën tonë që fëmija jëtë me folë njërën tonë. Ti s'ki influencë të fëmija jëtë, që fëmija jëtë me marë gjuhën tonë që te përdora gjuhën letrare. Jo, a i ndikohet. Mija e ndikohet se nuk i ka 40 vjetë, po ndikohet. Një fëmi që është, dhe më thonë, 5-16 vjeç. Asë një herë njëtën temë, a i ndikohet që është folë ti, që është prezentosh ti, që ka thu ti, ato fjallet tua që i ki pak ma me speci merë në 70 mija jemë, dhe më thonë, one personalisht nuk du fëmija jemë të i marë fjallet të qia të ti, të e prezentu një telefonës e të... Urna? Shkolla është me eduku fëmin, jo influenceri. Jo, shkolla është normalisht, shkolla nuk e edukon fëmin, fëmin e edukon prindi, edukon familja, shkolla e jep dije. Ama po du me të kallëzu që problemi është që ti kur të prezenton një produkt edhe del në publik, ti duhesh me folë sa ma me diksion të pastër, sa ma pastër të mundshme, pavarësisht ti a njifesh për ato batutat e tua, apo për çfarë ti njifesh. Por kur ti bosh ftyrë publike, edhe ty të këshyri madhe i vogël, edhe ti ke arrit një shikueshmëri shumë të madhe, dhe më thonë, one personalisht për marrë fëmin tem, mija jem të shetë ty, 24 orë që ty bo që ato tuat, a i ka me pa tjetër më ndiku në mënyrën se si ti vepran, mënyrën se si ti qasësh para publikut, mënyrën se si ti, dhe më thonë, e tregon qatë produkt që ki me tregu. Edhe unë të mis tam nuk mëj mi thonë, o ti, e paske po aje ka bu për hajgara, ose qa po dione, se nuk i thuhet telefoni, nuk i thuhet mylla, nuk, dhe më thonë, ti duhesh sa ma, dhe më thonë, sa ma me diksion, jo me folë, fjallë të zhargoneve që i flasim na në për fshatra, në për na që i kemi kështu në muhabet e si, për në shoqëri.